Ngjarje e rëndë tronditi sot Serbinë pas një incidenti të përgjakshëm përpara parlamentit. Vladan Angelković, 70 vjeç, nga Beogradi, qelloi një person të parmatosur dhe plagosi atë rënd. Më pas i vendosi flakën një tende përpara parlamentit serb, teksa hodhi edhe një grusht plumbash në zjarr. I plagosuri u transportua në spital ku mjekët po luftojnë për jetën e tij. Policia ndërkohë ndërhyri menjëherë dhe ndaloi të moshuarin në vendngjarje. Kur u pyet pse doli para kuvendit, Angelković u shpreh: "Këto tenda më bezdisin." Pastaj ai e përshkroi mbërritjen e tij në detaje. "Shoferi i taksis mund ta verifikoni, më mori në Tadeus dhe më çoi në McDonald's." Pyetjes shtesë se për çfarë McDonald's saktësisht po fliste, ai u përgjigj: "Po ky është McDonald's." Oficeri i policisë specifikoi: "Në Terasie, teatr në Beograd, pranë tij ka një pikë McDonald's." "Po," u përgjigj Angelković. Ai konfirmoi se doli nga shtëpia, hipi në një taksi, mbërritej në qendër dhe pastaj po nxirja benzinën që kisha mbushur në stacionin e karburantit në rrugën franceze. U përpoqja të hidhja benzinë te tenda për ta djegur, por po kalonte një burr aty që më pa dhe e qellova drejt tij. Pastaj qellova disa herë edhe me bidonin me benzinë, u shpreh ai. Kur u arrestua, oficerët e policisë e pyesin të dyshuarin nëse kishte pasur ndonjë çrregullim mendor më parë dhe ai përgjigjet se nuk ka pasur kurrë probleme të diagnostikuara zyrtarisht.